Në një nga epizodet e podcastit Shëndetin Rëndpar, kemi folur në mënyrë më të përgjithshme për sëmundjet gastrointestinale, ndërsa sot do të ndalemi më konkretisht në disa tema shumë të rëndësishme, veçanërisht duke pasur parasysh se ky muaj i kushtohet ndërgjegjësimit për kancerin kolorektal. I ftuari është doktor Valon Hamza, specialisti gastroenterologjisë me hepatologji, e gjatë formimit të tij profesional ai është avancuar veçanërisht në fushën e endoskopisë gastrointestinale, duke ndjekur trajnime të specializuara jashtëvendet. Sot të flasim për rëndësinë e diagnostikimit të hershëm, rolin e kolonoskopisë në parandalimin e kancerit kolorektal, si dhe për disa nga simptomat dhe faktorët e rrezikut që shpesh neglizhohen nga pacientët. Doktor, përshëndetje dhe mirë se erdhe në podcastin Shëndetin Rëndpar, e mbështetur nga United Hospital. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit edhe një herë për ftesën. Doktor, fillimisht do doja që të pyesja, nga që jeni dhe i ri në moshë, në kuptimin e doktorëve tjerë që kanë më shumë përvojë pune sa i përket asaj që ata kanë specializuar ndër vite dhe kanë përvojë bukur të bujshme, doja shumë fillimisht me që ju e keni më të freskët këtë pjesën e motivimit, se çka ju shtyri që të merrni pikërisht këtë specializim. Atëherë, unë rrjedh nga një familje ku të dy prindit kam mjek, edhe babin edhe mamën. Edhe jam rrit me një frymë ku... Kur the mamën, i bjen që jeni nga Gjakova. Po, jam nga Gjakova. Po. Edhe jam rrit një frymë ku gjithmonë është ofruar ndihmë, pacientëve është ofruar ndihmë, njerëzve, jam rrit një frymë ku kemi flajt gjumë, jemi shumë me mëngjes, babi nuk ka qenë aty, ka ardhur dikush e ka thirrë për të ofruar ndihmë te një pacient, vizita shtëpiake, edhe jam rrit në atë frymë dhe ajo ka ndiku disi tek unë që unë ta ndjek këtë profesion edhe të vendosi që ta marr këtë profesion. Gjithashtu njohja me aparaturat me të cilat prind kanë punu, edhe ajo ka qenë një shtysë e madhe që ka ndiku tek unë që unë ta zgjedh pikërisht këtë drejtim, për shembull gastroenterologjin, aparatura fillimisht ultrazoni barkut ka qenë interesi jam i madh, mi pa organet, formën e organet që flihet pas si funksionon aparatura, pastaj edhe njohja me aparaturën e endoskopisë nga klinika private, cilën e kemi, ai pasioni që e ka pas prindi im për këtë profesion ka ndiku shumë tek unë, pse unë e kam zgjedh sot këtë profesion edhe ushtroj këtë profesion edhe mundohem që sa më shumë edhe me zhvillu, me avancu, edhe me ofru sa më shumë shërbime, sa më shumë ndihmë për pacientat që kanë nevojë. Një bazë shumë e mirë që ju pas ka motivuar dhe shtyrë përpara për të bërë këtë specializim shumë të rëndësishëm. Mirë, doktor, ky muaj, siç edhe e përmenda në fillim të podcastit, i dedikohet ndërgjegjësimit për kancerin kolorektal. Më tregoni pak si çfarë lloji kancerit është ky dhe sa i shpesht është ky kancer në vendin tonë? Atëherë, muaji mars nga organizatat gastroenterologjike botërore është cilësuesi muaji i ndërgjegjësimit ndaj karcinomës kolorektale. Për fat keq, ky kancer është i shpesht në botë, është kanceri i tretë më i shpesht në botë, ku globalisht incidenca e këtij kanceri është 18 deri 25 persona për 100.000 banorë. Kjo do të thotë që është mjaft i shpesht globalisht. Vetëm në vitin 2022, për shembull, 1.093 banorë janë diagnostikuar me këtë sëmundje. Përveç kësaj ka edhe një mortalitet shumë të rritur, domethënë diku 1 milion vdekje ndodhin brenda vitit vetëm si shkaktar nga kanceri kolorektal ose kanceri i zorrës së trashë. Në Kosovë... Pra flasim për zorrën e trashë. Po, flasim për zorrën e trashë, ku përfshihet rektumi edhe komplet koloni, po zorra e trashë. Në Kosovë nuk kemi dhëna edhe shumë të sakta, por nga vendet e rajonit janë bërë disa matje ku merret parasysh mosha e pacientëve, merret parasysh stili i jetesës, edhe në Kosovë pothuajse bazë statistikave çdo ditë diagnostikohet nga një rast i ri me kancerin kolorektal. Po mirë, kur the diagnostikimi, po si e kuptojnë njerëzit që bëhet fjalë për një problem kaq të rëndë, cilat janë simptomat që ndoshta njerëzit edhe i kanë, por edhe i neglizhojnë nga mosdia?
Edhe kanceri kolorektal është një sëmundje që zhvillohet ngadalë. Duhet kohë e gjatë që të paraqiten simptomat. Tu është edhe problemi te ky kancer. Simptomat zhvillohen shumë ngadalë, kur paraqiten simptomat mund të jetë vonë. Vetëm mund të jetë zhvilluar kancer më invaziv dhe trajtimi nuk është adekuat ose nuk është shumë i suksesshëm në atë fazë të sëmundjes. Kjo është një faktor i cili ndikon edhe te mortaliteti i rritur, sidomos në popullatën e Ballkanit ose Evropën lindore ku jemi edhe na, ku përfshihet edhe Kosova, se nuk ka programe screeningu, pacientat paraqiten vetëm atëherë kur ndodhen simptomat e atëherë mund të jetë vonë, për shembull, ndikon Simptoma në të drejtimin. tipit dhimbje apo cilat simptoma? Atëherë, kanceri kolorektal fillimisht formohen disa rritje brenda zorrës, të cilat burim janë nga mukoza e zorrës. Ato rritjet që kanë forma të ndryshme, mallësi të ndryshme, tipe të ndryshme histopatologjike. Nga ajo rritje deri në formimin e kancerit don kohë gjatë, pothuajse 10 vite derisa të formohet një masë e cila do të na dërgoj neve që të kërkojmë ndihmë mjekësore ose na bën të lashe shumë më të mëdha. Disa nga simptomat e para janë fryrje e barkut, është ndryshimi i lëvizjes së zorrëve. Çfarë ne kuptojmë kjo? Shpeshherë kemi diarre, mendojmë jo është diçka infekcion, kalon për pak ditë, ajo përsëritet, përsëritet pas një kohë. Diarre pastaj e përcjellur edhe me kapsllak, konstipacion ose vështirësi gjatë jashtëqitjes ose kalon java pa kryer jashtëqitje. Këtu janë disa simptoma që janë në fazat e hershme. Atëherë gërçet e barkut, edhe kjo është një prej simptomave që ndikon dhe anashkalohet për pacientëve, se thotë ushqimi ndoshta më ka mundu pak. Gjithmonë e gjejmë një arsye. Gjithmonë e gjejmë një arsye, por duhet të vëdësohemi, duhet ju tregojmë popullatës gjanë që janë disa faktorë rreziku. Kanceri kolorektal zakonisht ndodhet pas moshës 50 vjeçare. Por vitet e fundit është shtu edhe numrit e pacientat në moshën 50 vjeçare. Ndodh te pacientat mashkull më shumë se tek femrat, gjithashtu kur kemi faktor rreziku, për shembull, histori familjare me këtë sëmundje, pirje duhanit, pirje alkoolit, konsumimi i ushqimeve fast food, janë disa faktorë të jashtëm që ndikojnë në të jashtëm që ndikojnë në formimin e kësaj sëmundje, dhe nëse këta faktorë vetëm janë edhe na paraqiten simptoma si gërçet barkut, dhimbje të barkut, fryrje e barkut, gjak në jashtëqitje, është simptom pak më e vonshme, po mund të vrehet edhe më herët, atëherë duhet më na shku mendja edhe te kanceri kolorektal. Ose më na shku mendja më shku me bëni vizitë te mjeku që të konsultohemi. Në vizitë e masim shkallën, e masim riskun, shkallën e riskut që sa mundet me qenë gjasa për të ky pacient mu zhvillu kjo sëmundje, edhe ofrojmë diagnostifikim me aparaturë, për shembull kolonoskopi. Po mirë, doktor, ju i tregu disa faktorë të jashtëm, pa mund të jetë edhe gjenetike që të shfaqet ky kancer në pikërisht në këtë zonë kaq të ndihshme të organizmit? Po, gjenetika ka një rëndësi të madhe. Edhe pse me përqindje jo shumë të madhe, në shfaqje, nëse për shembull i afërmi prindi ose djali ose fëmia, prindi ose fëmia ose një i afër më i larg zhvillon kancer kolorektal, atëherë duhet që familjari të i nënshtrohet kolonoskopisë. Duhet i nënshtrohet kolonoskopisë në moshën kur është shfaq, për shembull te prindi, nëse prindi ka pas moshën 60 vjeçare, gjithçysh fëmijët e tij para moshës 50 vjeçare, 10 vjet përpara, duhet të kryjnë kolonoskopi. Gjithashtu, ku të diagnostifikohet pacienti, qoftë edhe për polip, qoftë edhe për kancer kolorektal, bëhen edhe testet gjenetike. E dim edhe formen, edhe mujmi përcaktu që a është me bazë gjenetike forma e sëmundjes, apo nuk ka bazë gjenetike, por gjithsesi familjar të rendit parë, rendit dytë, duhet të nënshtrohen testeve depistuese në kohë 10 vite para diagnosës së shfaqur në moshën e caktuar kur është shfaqur sëmundja tek personi.
Pra ju po thoni që deri më sot nuk ka pasur ndonjë rast që është nën moshën 40 vjeç dhe është diagnostiku pikërisht me këtë sëmundje të kancerit. Po thoni mbi moshën 40 vjeçare, ashtu i bie ose mbi 50? Jo, ndodh mu diagnostiku e mora si shembull. Pra nuk ka rrezik të rinjt. Apo mund të ketë rrezik. Për fat keq është një sëmundje që viteve të fundit ka ndryshuar trendi. Domethënë në fund të viteve të 90-ta, çdo 10 pacient i diagnostikuar me kancerin kolorektal ka qenë nën moshën 50 vjeçare. Ditët e sotme çdo i 5 pacient i diagnostikuar me kancer kolorektal është nën moshën 50 vjeçare. Më thonë kemi një ndryshim trendit, edhe moshat e reja po diagnostikohen me kancer kolorektal. Edhe tash... Po si mund bëhet diagnostikimi i tyre i hershëm në mënyrë që t'i paraprim një dëmje më të madh? Atër fillimisht po du me diskutu që në Kosovë është duke hartu një udhërefys përsa i përket screeningut ose depistimit fjalë shqipe për karcinomen kolorektale. Duke por studimet e vendeve tjera, vendeve ku propozohet depistimi dhe bëhet depistimi, ftohen gjithë popullata, mosha 45 vjeçare është caktuar si mosha ku duhet t'i nënshtrohemi testeve depistuese, screeningut ose depistimit. Ku kemi disa teste, për shembull janë testet me jashtëqitje, kërkohet gjakdhira e jashtëqitje ose testet imunohistokimike të jashtëqitjes ku shikohet për ndryshime gjenetike që mund me qenë prezente në jashtëqitje dhe dyshtrohet atëherë për karcinom kolorektale ose kolonoskopia. Për kolonoskopia është shumë më rëndësishme se testet tjera për shkak se me kolonoskopia na ndihmon të shikojmë morfologjinë e zorrës nga rektumi, do të thonë kryet nga rektumi, futemi nga anusi nga rektumi dhe shikojmë komplet zorrën e trash. Njëjtën kohë, përveç që shikojmë ndryshimet në mukozë, gjithashtu na mundson trajtimin. Çka nënkupton trajtimi? Trajtimi nënkupton nëse ne vrejmë ndonjë ndryshim për smundje malinje ose beninje, ne atë ndryshim mundem me largu komplet me instrumentet që përdoren për endoskopi, ose mundem me marrë biopsi dhe me e qartësu çfarë është ai ndryshim. Për ato kolonoskopia është një pikë kyçe në depistimin e pacientave për karcinom kolorektale edhe në trajtimin e disa rasteve. Kolonoskopia, në çfarë gjendje i bëhet pacientit, me mpirje lokale të përgjithshme apo ashtu siç është pacienti, më thënë me vedije? Edhe a dhëmb? Kolonoskopia është një procedurë minimalisht invazive. Kjo nënkupton që ne futemi brenda trupit, por nuk nëpërmjet aparatit. Nëpërmjet aparatit, por nuk bëjmë intervenime prerje ose diçka për të futur në brëndësitë e trupit. Trakti gastrointestinal komunikon direkt me ambientin. Çfarë do të thotë kjo? Se ushqimi që është jashtë futet përmes traktit gastrointestinal në trup. Kolonoskopia kryhet përmes një tubi fleksibil, i cili në maje ka një kamerë dhe ajo kamerë na mundson që ne të shikojmë brenda zorrës. Kolonoskopia fillimisht kërkon përgatitje. Para se të vendoset indikacioni se kush duhet ta bëj kolonoskopin, atë indikacion e vendos mjeku, duhet me pasur me thonë një qëllim. Sigurisht, po. Për çfarë po e bëjmë, me si orientim ta kemi ashtu pse po e bëjmë kolonoskopin, jo veç të futemi, të shikojmë del shka del. Po. Për shkak të kostos, për shkak të materialeve, për shkak të shpenzimit, për shkak tash që po merren shumë shtetet e avancuara dhe ndotjes së ambientit, se krijohet edhe ndotje nga ato kimikalet që pastrohet aparati, nga kimikalet nga pajisjet që i përdorim për mbrojtje personale të afërt. Ato janë material shpenzues dhe material që ndikojnë në ambient për mu prodhu, për mu... A dhëmb, doktor? Nëse bëhet... Kolonoskopia është një procedurë që mund të kryhet me anestezion, sedacion. Sigurisht, po.
ose pa anestezia. Zakonisht nuk ka arsye për me dhimbë kolonoskopia. Po ndoshta është e frika e pacientit. Është frika e pacientit, është ndjenja futjes aparatit për shembull përmes anusit vetëm mendja kur shkon te ajo pjesë ndikon pak te pacienti. Psiqika te psiqika e njeriu. Është edhe pak ashtu në popull e perceptuar që ka dhimbë, jep dhimbë. Kolonoskopia kur kryhet pa anestezian mundet mos me jap dhimbë fare nëse kryhet për një profesionistit, edhe nëse kryhet në formën e duar, nëse pacienti është përgatitur shumë mirë, fillimisht para procedurës pacienti duhet të përgatitet. Vjen konsultohet me mjekun, marrin disa ilaçe një ditë përpara, zbrazet zora komplet, është shumë rëndësi që mos ketë jashtëqitje në zorë. Është një informacion shumë i mirë. Mos ketë jashtëqitje në zorë, se ajo mund të mbuloj për shembull pjesë të zorës, pikërisht në pjesë mundet me pas ndryshime dhe nëse ka jashtëqitje aty nuk vrehen. Pra kolonoskopia e luaj një rol shumë të rëndësishëm në diagnostikimin e ndonjë sëmundje ose ndonjë e luan rolin kyç në diagnostikimin e sëmundjeve të zorës së trashë, domethënë rektumit dhe zorës së trashë. Luan rol kyç depistus për sëmundjet e kancerit kolorektal. Doktor, shpesh thonë ose kemi dëgjuar që polipet mund të kthehen edhe në kancer. Sa kohë merr ky proces, domethënë që të zhvillohet? Atëherë, polipet janë disa rritje të vogla që bazë kanë mukozën e zorës, rritjen e brendësi të zorës. Edhe kanceri kolorektal i ndjek këto hapa. Fillimisht krijohet një rritje e vogël, nga ajo rritje pastaj mund të zhvillohet kancer. Por ka disa lloje të polipeve, 4 prej tyre janë më të rëndësishmet, janë polipet hiperplastike, janë polipet adenomatoze, polipet inflamatore dhe polipet hamartomatose. Polipet më të rëndësishmet, ku 95% të rasteve i hasim janë polipet adenomatoze. Këto polipe kanë një predispozit para kancerogjene, të më shtonë ato ju duhen për fat mirë kohë gjatë, 10 vite e më shumë që të zhvillohen në kancer invaziv. Kjo është pikërisht ajo pjesa ku ne mundëm me ndërhy, mundemi parandalu. Se kur kryjmë kolonoskopi në ato polipe i largojmë. Por nëse ato rriten, bëhen për masat mëdha, se polipet kanë për masa të ndryshme, domethënë nga milimetrike, 2-3 milimetra, ku vrehen me kolonoskop, deri në 3 cm e më shumë, cilat janë më vështirë mu largu endoskopikisht. Largimi i tyre bëhet përmes barnave apo përmes ndërhyrjes kirurgjikale? Largimi i tyre bëhet vetëm përmes endoskopikisht, përmes kolonoskopisë. Gjatë kolonoskopisë hasim to edhe i largojmë. Kur janë për shkak se zora ka një pozit anatomike që vende janë pa përshtatshme për mu largu me kolonoskop, atër kërkohet ndërhyrje kirurgjike. Gjithashtu ne trajnohemi që ti njohim nga pamja këto ndryshime të polipeve. Këto polipe i kanë disa karakteristika, sa i përket vaskularizimit, sa i përket formës së tyre, edhe aty mundi me bu një gradim me supozu që është kancer e ka përfshi murin e zorës ma thellë, ose vetëm është sipërfaqësor ku mundem me hek endoskopikisht. A nëse përfshihen shtresa tjera më thella të zorës, shtresa muskulare, atër vetëm në mënyrë kirurgjike. A keni hasur pikërisht në këta pacient që kanë pas polipe dhe ju ka dashur që të intervenoni me njëherë? Dhe si ka kaluar procesi? Po, kjo është një praktike e përditshme në punën tonë. Ne pothuajse çdo ditë, dje për shembull ishte rasti i fundit ku kemi has gjatë kolonoskopisë në polip, edhe kemi larguar atë polip, edhe normalisht gjithmonë pasi të largohet një polip, edhe pse përvoja mjekut mundet me qenë disa vite, mirë është të dërgohet materiali për analizë histopatologjike, për biopsi që i thojmë popull, dhe të shikohet çfarë qeliza, çfarë lloji i asaj rritje i atij polipi është. Se gjasat janë që mund të ketë sërish probleme të tilla pacienti, nëse largohet një herë mund të rishfaqen sërish. Pikërisht, domethënë, histopatologjia
edhe numri i polipeve, se polipet mundën me qenë disa, në zorë mundën me qenë vetëm një ose dy. E përcaktojnë që kur duhet ti nënshtrohemi procedurës tjetër të kolonoskopisë. Nëse ka ardhur një biopsia një polipit adenomatoz, atëherë duhet kolonoskopia tjetër të planifikohet më herët, për shembull, brenda 5 viteve, pas 5 viteve, 5 deri në 7 vite. Varësisht nga biopsia, gradohen edhe polipet. Me rëndësi është kur të hiqet polipit të hiqet edhe pak i shëndosh, që t'jemi të sigur që i kemi Për hek terrenin, po. t'jemi sigur që i kemi tërhek komplet nga mukoza e zorrës polipin. A e dërgohet në histopatologji dhe raporti histopatologjik na përcakton edhe vijimin e trajtimit të atij pacienti. Kur kemi për shembull polipe me low grade dysplazi ose dysplazi të shkallës së ulët, atëherë depistimi bëhet 5 deri në 7 vite pas asaj kolonoskopie. Kur kemi polipe që dalin me high grade dysplazi ose dysplazi të shkallës së lartë, atëherë kolonoskopia preferohet të bëhet edhe më herët, pas 3 viteve deri në 5 vite. Kjo varet edhe prej mjekut, i cili endoskopistit, i cili ka kry procedurën edhe e din sa ka largu të shëndosh aty dhe si e ka largu atë mas. Muj me qujtë edhe të marë edhe polip. Jam shumë kurioztare di, ne folëm moshën për kancerin kolorektal, mirë po ju personalisht, a keni hasur ndonjë pacient shumë të ri që ka pasur pikërisht këtë kancer? Për fat keq po, kemi hasur pacient edhe në moshën në fillimet e moshës 40 vjeçare, por ka qenë për fat të mirë të pacienti tumori i lokalizuar vetëm në shtresën mukozale të pacientit. Është bu ndërhyrja, është largu tumori, edhe nuk ka pas përhapje, nuk ka pas metastaza në organe tjera, nuk ka pas shajat të infiltrimit të zorrës, është konfirmuar edhe me histopatologji. Me shëndet shumë mirë. Pacienti është me shëndet shumë mirë, është qellu për mu përsërit kolonoskopia pas 5 viteve. Ju tha që keni avancuar veçanërisht në endoskopi gastrointestinale. Sa ka ndryshuar diagnostikimi i sëmundjeve gastro me teknologjitë e reja endoskopike sot? Pikërisht endoskopia gastrointestinale ka qenë edhe arsyeja, një prej arsyeve pse unë kam zgjedhur edhe këtë profesion. Endoskopia gastrointestinale ka ndryshuar shumë. Unë e majnë mend edhe babin kur ka punu para 20 viteve, para 25 viteve, me aparat ka qenë fibroskop atë kohë, do me në thonë duhet të vendosej syrit e aparati dhe të kontrollohet aparati me të dyja duar, ndërsa infermierja ka ndihmu që të kryhet procedura. Tash endoskopet pas vitit 2003 e tutje kanë ndryshu, jenë bo video endoskop, që do të thotë ne kemi një monitor, e kemi një aparat ku lidhet endoskopi dhe kontrollojmë endoskopin me të dyja duart. Gjatë viteve, kjo ka ndikuar që mu aftësu gastroenterologu edhe në trajtimin e fazave të hershme të kancerit kolorektal. Për shembull, fazën e parë kur është një tumor i madh 3 cm ose më shumë se 3 cm dhe ka përfshi vetëm shtresën e parë ose shtresën mukozale, nuk është përhap, ai mund të hiqet edhe endoskopikisht. Gjatë që para 15 viteve pacienti është dashur të nënshtrohet operacionit, qëndrim i gjatë në spital, infeksione, tash ato janë evitu. Pacienti largohet, kryet procedura shumë më shkurt, kryet endoskopikisht, qëndrim në spital mundet atë ditë që kryen procedurën, atë ditë edhe të nënshohet në shtëpi. Aja keni thënë ndonjëherë këtë pyetje babait tuaj me që në jetën linjë profesionale, a është ndjerë më i stresuar ai apo ju sot me këto procese domethënë të avancuara? Domethënë, ç'është është puna e stresit? A e keni diskutuar ndonjëherë? Po, kemi diskutuar me babin i ndjekim organizimet e kongreseve në fushën tonë. Edhe shpesh aty ku të hasim me ndaj temë e diskutojmë, e kujton ai, e fillon shpesh ai diskutimin edhe kujtojmë se si ka punu ai aso kohë edhe si tash punojmë bashk që të dy
edhe si ka ndryshu teknologjia, si ka qenë atëherë. Tash për shembull sigurin e ka ndryshu edhe përdorimi i inteligjencës artificiale, të cilën e kanë integru edhe në aparaturat endoskopike, edhe cilën na lehtëson shumë punën, se gjatë kolonoskopisë, gjatë kryet të kolonoskopisë, është e rëndësishme të shkohet deri në fund të zorës, cekumi, dhe të futemi në ileum terminal, por tërheqja e endoskopit ka rëndësi koha sa e bojmë për tërheqjet e endoskopit derisa të dalim jashtë. Koha minimale duhet të jetë 9 minuta e propozuar nga shoqatat e gastroenterologëve botror. Se mund të bëjmë ndonjë dëm nëse të riqim më shpejt, apo pse? Jo, nuk mundem me bë dëm, por duhet të inspektojmë zorën. Ndryshimet mund të jenë milimetrike, ndryshimet mund të jenë të ngjashme me mukozën e shëndosh. Dhe duhet të fokusohemi, të koncentrohemi aq shumë që t'i vrejmë të ndryshime sa më herë. Qëllimi i depistimit është që të vrehen ndryshimet sa më herë, të vrehen polipet sa më herë, që të largohen ato dhe mos të zhvillohen smundje malinje. Inteligjenca artificiale e ka ndryshu. Kjo ka lehtësu këtë pjesë. Na ka lehtësu këtë pjesë, përveç mjekut endoskopist që e inspekton zorën gjatë daljes, gjatë kolonoskopisë. Inteligjenca artificiale ka kriju disa aplikacione që lidhet në aparat dhe ta markon një terren në monitor, ta tregon, koncentrohu edhe njëherë këtu, shiko edhe njëherë këta, mund të jetë ndryshe nga mukoza tjetër. Dhe analizon fotografitë endoskopike sot edhe inteligjenca artificiale. Kjo ka lehtësu, ka rezultuar e suksesshme. Ka rezultuar e suksesshme në parandalimin e smundjes malinje ose kancerit kolorektal, se ndryshimet sa më herët që i largojmë, atëherë është shumë më lehtë, nuk do të zhvillohet kancer kolorektal. Kjo ka ndiku për shembull se mjeku aso kohë ka mujt me kry kolonoskopin, nuk ka vrejt diçka edhe pacientit i është komuniku si zora është mirë, nuk ki problem. Depistimi bëhet çdo 10 vite. Nëse në moshën 45 vjeçare kemi fillu depistimi. Atër në moshën 55 vjeçare du të bojmë kolonoskopin tjetër, nëse kolonoskopia e parë ka dalë pa probleme, pa polipe, pa ndryshime. Po nëse ai ka pas ndryshime, nuk janë vrejt ato ndryshime, edhe lojmë pacientin me prit 10 vite, mund të jetë vonë për pacientin. Këtu ka ndiku inteligjenca artificiale, ka ndiku edhe përvoja në vetëdijsimin edhe të mjekëve për me inspektu sa më mirë zorën, edhe për ata këshillohet edhe për shoqatave endoskopike që të inspektohet mirë zora. I ke pak përgjigjes babait, po ta bëj një pyetje tjetër. Çfarë ndjenje është të jesh djali i një doktori me përvojë shumë të madhe profesionale, ndërkohë që edhe ti po rrugton bashkë me të? Ose po shkon hapave të ti? Po unë me babin, për fat mirë, tash punojmë edhe bashkë, edhe të njëjtin profesion, edhe pacientat i kemi të përbashkët, edhe është ndjenje pa përshkrueshme, nuk ka ndjenjë më të mirë. Shpesh herë më ka ndodhur për shembull kur je i ri fillimet specializimit në drejtim, edhe shkon me marr përvojë bashkë me babën, me ki lexu diçka, ki ndëgju diçka, ki pas një pacient kështu, edhe mundohesh me ndërhy ka pak te pacienti, po aty është ai momenti ku prindi ka ditë me reagu, edhe nuk të kalon me gabun, që aty është ajo ku fiton njeri përvojën. Është ndjen shumë e mirë me punu me prindin, është ndjen shumë e mirë me diskutu rastet që e ki pas. Nashta ki pas një rast që për ty ka qenë sfide madhe, po e ki diskutu me prind edhe vetëm fillimi i diskutimit e ki pas përgjigjen me njëherë se çfarë mund të jetë diagnoza për shembull. A që dikujt të ri ju është dashur pak më gjatë me shku me bë disa hulumtime më shumë edhe me ardhur deri te diagnoza, po kjo ka qenë ajo ku jam fascionu për shembull prej muhabeteve që nuk i kam shpreh, po
e kom majt vete edhe kom thonë, a kom e mri edhe une një ditë këtë stad edhe din me 2 fjalë mja tregu çfarë ka pas të lashe pacienti edhe me marrë përgjigjen Dhe ja që e sot diagnozës edhe sot ja ku pikërisht në karrigën e tij. Është ndjen shumë e mirë, është përveç kësaj çfarë unë ndjej kur punoj me babin, sidomos kur bojmë endoskopi, e kam një siguri më të madhe. Nashta gjatë endoskopisë mundot me ardhë dhe një kolegë endoskopia që t'janë ma shumë sy për mu vrejt ndryshimet e mukozës. Gjatë kryer procedurave endoskopike është prezent zakonisht edhe babi jam të disa procedura që i kryjmë bashk. Unë ndjej një siguri shumë të madhe. Një siguri shumë të madhe, qatë siguri as AI nuk ta jep, çfarë që ta jep baba juaj, i cili është jashtë e fushë. Ndjej one gjatë punës me sidomos dhe besimi është më i madh, sepse edhe besimi është më i madh. Siguri është babë birë në një profesion. Se edhe më i thoni pacientit e dikujt. Po edhe më i thoni pacientit e ki zorën në shnosh është përgjithësi. Po edhe më i thoni që kini smundje malinje është përgjithësi e madhe. Edhe ajo. Domethënë kur jemi tek këto rezultate, tek përgjigjet që ju jepni ju pacientës, sa e vështirë është që t'ja komunikoni një lajm jo të mirë pacientit? Këtu është problemi, është vështirësia më e madhe që kam has une, edhe që jam përballë me disa raste. Se fillimisht e lexon nëpër libra, këshillohet që pacienti mu informu për çdo gjë, po mënyra e komunikimit të lajmit keq nuk mësohet në libër. Ajo kërkon përvojë. Unë këtë përvojë kom pas edhe me prindin. Babi jam kur një pacient e kemi diagnostifiku me kancer, i ju ka prish dita, muj me thonë. Qash njëhet keq, qash njëhet pozit, edhe ka shumë vështirë me ja komuniku edhe pacientit. Edhe munduam gjithmonë me gjetë fjalë pak më adekuate, pak më të mira. Mira hatu pacientin fillimisht kur t'ja komunikojmë lajmin se ka ndodhë me pacient për shembull e kemi diagnostifiku bashkë me babin edhe të pa që shumë pun ngarkohet me komuniku lajmin edhe unë ish atëherë në fillet e mia ti profesioni edhe tash, okay, do t'ja komunikoj unë. Edhe pacienti ish qëndron të koma dhe unë edhe filloj t'ja spjegoj smundjen, edhe me njëherë rëzohat pacienti. I vjen mundim prej dëshpërimi është e para që ndodhë të kjo pacient me këto sëmundje. Edhe për mu është pjesa ma vështirë nashta e profesionit ose tek kjo sëmundje malinje. Pra duhet një forcë e fortë, një energji e fortë që të rjedh fjalia tek personi i cili bart sëmundjen e rëndë. Pikërisht edhe këtu vlen edhe ai serioziteti i mjekut që edhe mos të neglizhoj t'ja komunikoj pacientit të formën e saktë, formën e qartë që edhe pacientit jetë i vetëdijshëm se çfarë është problemi, edhe pse mentaliteti jonë shpesh ndikon që nga familjarët doktorët lutna mos i trego, ose tregona vetëm neve familjarëve edhe mundohen ata me spjegu pacientit për problemin e tyre, por kajherë nuk është e lehtë kjo punë, se vjen për pacienti dhe kërkon përgjësi, doktor. Pse? Çfarë po ndodh me mua, se ku është problemi, pse nuk po më kalon? Edhe normal që jemi të obliguar. Tjetër, po, duhet t'i arsyetojmë dhe familjar, sepse gjithë jemi sprovuar nga një antar të familjes që e ka përjetu kancerin në domethënë pikërisht në zorën e trash, mirë po dhe në organet tjera dhe një lajm shumë i vështirë për komunikim ose për t'ja bërë të ditur personit i cili e bartë, edhe nga familjar po edhe nga doktori. Dhe kjo sinqerisht edhe një herë përsëris kërkon një energji shumë të fortë, një forcë shumë të madhe për t'ja dhënë këtë komunikim. Këtu ndikon edhe më thonë shkollimi ose dhe përvoja sigurisht tek doktorët e bën vetë. Ndikon edhe niveli i shkollimit një populli.
niveli i vetëdijsimit një popullit. Për ato është mu i marës mu i ndërgjithësimit dhe i karcinomës kolorektale. Për ato mundohen të ndërgjithësohen, të edukohen, të dinë çfarë është kanceri i zorës së trash, të dinë si janë simptomat, të dinë si trajtohet. Se kancer quhet edhe në fazat e para, po ajo mund të trajtohet endoskopikisht, kryhet nga ne, e kryjmë gjatë kolonoskopisë, e largojmë kancerin, nuk ka probleme tjera. Ka dhe fazët avancune, stadi 4, ku kanceri vetëm ka metastazu. Atër vetëm trajtim paliativ. Nuk dikon mu terapia. Terapia bazë për kancerin kolorektal të i vonë ka qenë kirurgjia. Kirurgjia e hapur sidomos, por tash në fazat e hershme kryet edhe endoskopikisht. Gjatë kolonoskopin doja që të pyesja edhe një herë, a ka ndodhur që tek një pacient është dashur që çdo vit ta kryeni kolonoskopin në mënyrë që ta keni në vëzhgim gjatë gjithë kohës për shkak të simptomave të ndryshme ose asaj që ju keni vretur në zonën ku bëhet. Rastet ku kolonoskopia duhet të kryhet pas një viti janë vetëm rastet kur kemi displazi, domethënë ndryshim të atyre cilizave normale brenda zorës, të cilat vijnë nga raporti endoskopik, aty ku kemi marrë biopsi, edhe të shikojmë apo zhvillohet diçka. A bën dëm nëse kryhet pas një Nuk viti? Nuk bën dëm, bën vetëm shpenzim. Gjithashtu, rasti tjetër ku kryhet kolonoskopia te pacientët pas një viti, pacientat që nuk përgatiten mirë. Edhe për përgatitje i kemi disa shkallë ku e vlerësojmë përgatitjen, edhe duhet ta raportojmë përgatitjen e pacientit. Nëse një pacient nuk është përgatit mirë, edhe ne shkojmë deri në fund zorës, po e vlerësojmë prapë se ka mbetje fekale në për zorë dhe nuk ka mujtë mu egzaminu në tërësi zora, nuk është pa sa duhet ose mjaftueshëm ose kënaqshëm, atë rekomandohet që pas një vitit përsëritet edhe një herë kolonoskopia, me kushtin që pacientit përgatitet edhe një herë, përgatitet më mirë, edhe ti nështrohet egzaminimit. Përgatitja nuk nënkupton vetëm marrjen e barit. Është një bar cili ndikon në lëvizjet e zorëve, lëvizjet cilat mundsojnë zbrazjen e zorës, por përgatitja duhet filloj edhe 5 ditë përpara. Të ushqihemi me ushqime jo me ngjyrë, ushqime pa melmesa, këshillohen pacientë. Në mënyrë që mos ta irritojmë, në mënyrë që mbetjet që janë në zorë mos të rinë gjatë aty, të jenë sa më të lehta për zorën për cilat ushqime rekomandohen? Largu. Rekomandohen për shembull ushqimet pa fara, frutat pa fara. Frutat në përgjithësi kanë fibra, rekomandohet ushqimi i butë, ushqimi i zirë, mishi i zirë. Këto janë ushqime që mishi kush rekomandohet? Mishi gjatë përgatitjes, 5 ditë përpara mund të konsumohet edhe mishi kuq i zirë, për shembull. Po jo me yndyrna, jo me yndyrna, po sidomos farnat edhe ushqimet që përmbajnë ngjyra, langjet që përmbajnë ngjyra, ato ndikojnë se mos mu pastru zora mirë. Sa më i lehtë jetë ushqimi, as përgatitja as më e mirë bëhet. Doktor, pyetja e fundit, sepse ne kemi shumë për të diskutuar. Vetëm se pyetjet për të mishi i kuq, janë disa faktorë që ndikojnë në zhvillimin e kancerit kolorektal. Një prej tyre është edhe mishi i kuq. Mishi i kuq, sidomos mishi i përzirë. Mishi i përzirë në kupton sugjukun, sallamat. Këto kanë rezultu, konsumimi i tepërt të këtyre ushqimeve ka rezultu me numra, me shifra të larta të kancerit kolorektal. Gjithashtu, ushqimi dieta pa fibra. Pra këto janë disa nga gabimet që pacientët i bëjnë në shëndetin gastrointestinal. Domethënë dieta pa fibra. Fibrat mundsojnë që jashtëqitja mos me qëndru gjatë në zorë. Sa më gjatë qëndron jashtëqitja në zorë, shtohet mundësia për krijimin e një inflamacioni. Nga inflamacioni atër mund më shfaq polipet, edhe nga polipet atër mund më shfaq kanceri kolorektal. Domethënë fibrat janë të rëndësishme në konsumimin në dietën tonë. Gjithashtu
Faktor tjerë rreziku janë pirja e duhanit, konsumimi i alkoolit, edhe alkooli është një faktor irritues, sa më gjatë të rinë kontakt me mukozën e traktit gastrointestinal, edhe ajo ndikon që mu zhvillu inflamacion në zorë dhe pe ati inflamacioni. Atëherë mos konsumimi i duhur i ujit, uji është shumë rëndësi, që jashqitja të ketë konsistent, sa ma të butë, mos të forcohet, dhe të dali të kaloj sa ma letë në përzorë dhe të dali jashtë. Më dhënë rehidrimi i pacientit është shumë me rëndësi. Tjerat pacientat që ka bojnë gabim të sëmundjet gastrointestinale është edhe neglizhimi i simptomave. Neglizhimi i simptomave, për shembull, kur shep gjakderdhje, ja mund të jenë hemoroide, jo nuk është gjë e madhe. Të dim pacienti që gjakderdhja një jashqitje kur nuk është normale, edhe kërkon gjithmonë një vizitë mjekësore. Atë neglizhimi i simptomave, kur paraqiten simptomat për kohë gjatë, dhimbja e barkut, e kje për një kohë ndalon, përsëritet prapë, nuk duhet vetëm të merret terapi, ta trajtojmë pasojën, por të lumtohet me gjatë, të bëjmë vizitë mjekësore ta gjej shkakun, pse po shkaktohet ajo dhimbje e barkut. Të një faktor tjetër që ndikon shumë në zhvillimin e sëmundjeve gastrointestinale edhe sëmundjeve maligne është përdorimi i tepërt i banave, përdorimi pa kontroll i banave, banat për dhimbje që merren, konsumohen gjatë, shkaktojnë inflamacion zorës, antibiotiku, nëse merret pa nevojë, pa përshkrim të mjekut, pa vlerësim të mjekut, edhe ato ndikojnë në rregullimin e florës normale të zorës, si shkaktojnë ato bakteret e mira që jetojnë në zorën tonë, edhe lejojnë rritjen e baktereve të këqija, me quajt, cilat kanë predispozit me shkaktu patologji, me shkaktu inflamacion, me shkaktu të lashe tjera në zorë. Këta janë disa faktorë ku popullata mundet më duhet të bëjmë kujdes edhe duhet të dimë, po, që në mënyrë që mos të vim deri aty ku nuk duhet, ose nuk do duam që të shkojmë. Doktor, unë të falenderoj shumë që gjetët kohë për të ardhur në podcastin tonë dhe për trajtuar një temë kaq të rëndësishme, sidomos në këtë muaj ku është edhe shënimi i kësaj sëmundje. Do të takojmë sërish në podcastin tonë për tema tjera më specifike sa i përket domethënë fushës së gastros. Faleminderit shumë edhe juve, faleminderit për mundësinë. Edhe njëherë du me thekë që nuk qëllimi i kësaj teme nuk ka qenë nxitja Afrikës në popullat. Sigurisht. Më shumë është për ndërgjegjësim, është edhe muaji i ndërgjegjësimit ndaj kancerit kolorektal. Besoj japim mesazhin mjaftueshëm se kanceri kolorektal është një sëmundje serioze, por që mund të parandalohet. Edhe ajo ka shumë më rëndësi, edhe të përcjellim me edukim. Faleminderit shumë, edhe atë veç sa e bëm. Shikues të nderuar, në podcastin Shëndetin Rend Parë, pata doktor Valon Hamzën, i cili specialisti i gastroenterologjisë dhe hepatologjisë, edhe mund ta gjeni në United Hospital, dhe ne do të takojmë sërish në podcastin e radhës, andaj qëndroni me Telegrafin dhe do të takojmë sërish.